Drejtuesi politik I koalicionit Euro-Atlantik, Lulzim Basha ka prezantuar kandidatët për deputet Diana Toma, Shemsi Prençi, Eduard Kelmendi, Marcel Hila dhe Irsilda Shehu para strukturave në degën 7 dhe 10 në kryeqytet. Në fjalën e tij Basha foli për angazhimet e koalicionit Euro-Atlantik sa I përket antikorrupsionit. Sipas tij, vetingu I politikanëve, heqja e imunitetit të parlamentarëve dhe projekt vendimi për mbështetjen e SPAK, të cilët kanë një vit e gjys në zyrtarët e parlamentit dhe nuk sillen për diskutim nga ata që liruan të korruptuarit e dënuar nga GKKO, do të jetë mbështetje reale për institucionet e drejtësisë. Ajo që na lidh bashkë është shumë më e madhe se interesi personal I gjithë secilit prej nesh. Ajo që na mban bashkë është shumë më shumë se karrikja ku jemi ulur apo ku duam të ulemi gjithë secili prej nesh. Bashkë na mbajnë vlerat, bashkë na mbajnë parimet, bashkë na mban besimi, bindja se Shqipëria meriton më shumë dhe se ne do të bëjmë gjithçka që Shqipërisë, Tiranës, familjeve shqiptare t'i japin atë që meriton. Sepse nëse ka një problem që është nëna e çdo problemi tjetër në këtë vend, është korrupsioni. Korrupsioni është pengesa numër 1 për zhvillimin ekonomik të vendit. Korrupsioni është shkatërruesi numër 1 I shpresave dhe I të ardhmes, familjeve shqiptare, të rinisë shqiptare. Korrupsioni është faqja e zezë e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, para europianëve, amerikanëve, britanikëve e mbar botës. Por pyetja se si erdhëm deri këtu, duhet marrë një përgjigje shtëruese edhe për ata që gjithë këto vite kanë ulur kokën e kam pranuar të gëlltisin çorbën e prishur të Edi Ramës dhe shokëve të tij. Basha gjithashtu tha se koalicioni Euro-Atlantik vjen me kandidat të pastër, rrinë në kokën lart, janë njerëz të lirë, të pakorruptuar e si të tillë janë të pashantazhueshëm, ndërsa nuk kurseu as ironit, duke thënë se zëri I tij Orame nuk vjen si siren policie.